Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Kosova Press. Jemi këtu në qendrën e numërimit dhe rezultateve, ku momentalisht është duke u bërë numërimi i votave me postë, të cilat kanë ardhur nga diaspora. Sot pritet që të përfundojë ky proces, i cili i paraprin pastaj procesit të numërimit të votave me kusht dhe atyre të personave me nevoja të veçanta. Deri më tani, në proces të numërimit kanë mbetur vetëm Istoku dhe Glogovci, të cilat pritet të përfundojnë sot, dhe Lipjani dhe Podujeva, të cilat nuk kanë filluar ende. Nga informatat që kemi marrë në CNR, procesi është u shku shumë mirë dhe fletë votime të pavlefshme ka pasur shumë pak. Gjithashtu kemi marrë informatë se edhe Prishtina, e cila deri dje nuk i kishte dërguar materialet fletë votimet nga diaspora, i ka dërguar dje gjatë pas ditës dhe gjithçka ka përfunduar dhe është numëruar me sukses.